do të merë vendim në organet e veta. Qartë. Me qenë se përmende edhe problemet e brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Gaxherit, flasim pak edhe për LDK-n, duke qenë se po afron data 31 janar, kur edhe do të merret një vendim nëse do të pranohet ose jo dorëheqja e kreut të kësaj partie Lumir Abdigjiku. Si është disponimi brenda LDK-s për këtë? Disponimi brenda LDK-s ka qenë shumë zhgënjys për të gjithë neve. Nuk kemi pas asnjë lloj sondazhi, asnjë lloj parashikimi as kush nga ne që mund të dalim me këtë rezultat që kemi dalë. Prandaj nuk është e lehtë, por Lidhja Demokratike e Kosovës e ka provojën e vet, ka kalu kriza të ndryshme, forcën, unifikimin për ta tejkalu edhe këtë gjendje hiç të lehtë. Dhe prandaj kemi fillu një proces. Kryetari Abdigjiku ka bërë një akt politik, ka ofruar dorëheqjen, ashtu siç edhe ka premtuar në qoftë se ndodh ky rezultat, dhe tash ne natyrisht që po takohemi shpesh, po bashkëbisedojmë, po mundohemi me dalë nga ky proces jo i suksesshëm të unifikuar edhe të ecim tutje. Domethënë nuk kemi çfarë të diskutojmë rreth kësaj çështje më shumë se sa këta hapa që i kemi marrë gjithmonë duke u bazuar në statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne jemi një parti politike demokratike me kuptimin e fjalës, ne punojmë bazuar në dokumentat tona dhe jo gjithë për brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës mendojnë njëjtë se do duhet që të ofrohej dorëheqja. Madje kemi parë edhe një postim të zonjës Bajrami, e cila dha më pas dorëheqjen të parevokueshme dhe të njëjtën gjë e kërkoi edhe për Abdigjikun. Gjë që i njëjti tha se edhe si tashmë siç e dim që më datën 31 janar edhe do të ofrohet dorëheqja atij para kuvendit Lidhjes Demokratike të Kosovës, duket se jo të gjithë janë të pajtimit me qëndrimin ose me mënyrën se si e kërkoi dorëheqjen vet Abdigjiku. Nuk është që e kuptova mirë nga fundi atë... E potencova dhe njerë, thash se edhe ju e treguat, edhe ne kemi raportuar për dorëheqjen të cilën e ka ofruar Abdigjiku. Mirë po ka pasur zëra për brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët e kanë konsideruar një gjë të tillë jo vetëm si një dorëheqje morale, kanë kërkuar që të ketë dorëheqje të parevokueshme. Jo t'i lihet në dorë kryesisë. Në këtë kontekst edhe e shtrova pyetjen. Po, kur gjë kjo është e re, çfarë po thuni ju është saktë. Prandaj Lidhja Demokratike e Kosovës është parti demokratike. Ka zëra të ndryshme aty. Por ta keni parasysh organi që vendos për dorëheqjen e Abdigjikut apo për rikthimin e dorëheqjes. Nuk është kryesia s'mund të vendosë këtë çështje. Kryesia është përgjegjëse për funksionimin e partisë dhe për rezultatin e partisë. Dhe kuvendi do të vendosë a duhet ta vazhdoj ky kryetar dhe kjo kryesi mandatin, apo duhet të shiqojmë me një zgjedhje dhe me pas kryetar dhe kryesi tjetër. Kjo është shumë e qartë, prandaj zërat ndryshe janë shumë të mirëseardhur dhe janë krejt normal. Sepse në Lidhjen Demokratike të Kosovës kanë ekzistuar zëra ndryshe edhe në kohën e presidentit Rugova. Të që ne po ndërtojmë demokraci, në qoftë se vërtet ne nuk kemi në gjendje me zhvillu demokraci, me kultivu demokraci me në partisë politike, çfarë me pretendojmë ne se duhet ta zhvillojmë një shtet demokratik. Edhe kjo për mua është shumë në rregull. Ne kemi zëra të ndryshëm aty, nuk kemi të gjithë një zëri, prandaj kemi organet, prandaj kemi statutin, dhe kur me shumicë vendoset një proces, çfarë do qoftaj, më pëlqej mua, nuk më pëlqej, ne duhet të vazhdojmë. Kjo është ajo momentumi ku jemi ne. Pra ju pajtoni me